Kështu e kam unë. Dhe prandaj kam ngritur zërin, s'mund të prezantohemi ne, që duam të shkojmë drejt Europës, ne kemi përcaktuar gurin. Që kur filloi formësimi i kombit shqiptar, mbas duke parë që po prishin Perëndoria Otomane, u formësuan kombe të tjera me nxitjen e Rusisë, pra serb, bullgar, grek, Malitzi e tjerë në atë kohë, në dëm të shqiptarëve dhe tokave të tyre, ka qenë rilindës i tanë, pra një rilindje e hershme që është në fillim të vitit 1800, me Deradën, Zef Seremben e tjerë, tek arbëresht e Italisë, të cilët në formimin e këtij kombi që do ngrihej, domethënë, ne duhet mbjetonim si komb, kombet në Europë janë krijuar pak më përpara se tek ne në Ballkan. Ne ishim të vonuar, po duhet të dinim drejtoheshim drejt perëndimit. Dhe kësaj avuri vulën e gjithë platforma kombëtare e baballarëve të rilindjes me vëllezërit Frashi e tjerë. Ne jemi të përcaktuar, prandaj ata revokuan dhe figurën e Skënderbeut. Ne do të jemi përcaktuar në perëndim. Tani më zgjedhin mua një person që ka 4 vjet që bën zëdhënësin e Rusisë e tjerë, kjo e dëmtoi protestën. Kjo e dëmtoi protestën. Edhe Rama ka thonë shqyr, besoj, është gëzuar, është hedhur përpjet deri në tavan, ka thonë ku më erdhi ky rast, edhe kapi mbërtheu rastin dhe e ktheu në debat publik, por që protestën e dëmtoi. Tani ne duhet të nxjerrim mësim. Nga ky pësim duhet nxjerrim mësim. Janë treguar të papjekur që kanë bërë të hap, unë do quaj hap fallse, po vërtoj më diskutimin. Pra ne jemi përcaktuar në perëndim. Që nuk ka rrugë tjetër këtu. Unë i nështrohem me vetdije asaj që duhet bërë, jo asaj që mund të kem unë qef e tjetër. Unë kur flas për atë që duhet bërë. Ke shoh, domethënë, si gjën logjike e dur, pra çfarë mungon dhe çfarë duhet bërë për të shkuar drejt kësaj familje, ku shqiptarët, një gjysma e Shqipërisë ka vajtur domethënë. Populli shqiptar, pra një nga kërkesat e tjera do të ishte populli shqiptar duhet përfaqësohet si në anën iniciative të ekzekutive, gjysma e tij që është jashtë. Nuk ka më tani t'i shohim ata si emigrant. Emigrant jemi ne këtu tani. Ata mund të jenë pjesa më vitale edhe më të gjeshme. Se nuk votojnë për copën e bukur si do t'i hapi Rama me Saliu. Nuk ka më. Unë godita dhe mendimi që u hap atje në protestë. Nuk shkon juridikisht Rama në burg, Berisha në burg. Po pse për çfarë dhimbse tyre komunisti i 8 nëntorit 68. Kjo është Shqipëria e re. Me komunistin, pse komunisti zotron një ndërtesë edhe ca miliarda e pazarit me Ramën, edhe ca njerëz që shkojnë rrotull që të më duken zero të gjithë nga fillimi në fund. Po pse se morën pushtetin deri tani ata? Pse i qasin kësaj proteste ata? Pse bëjnë pa ftyrin edhe durojnë kur i themi Berisha në burg? Pse e bëjnë? Pra ai që është shtuar ke Rama nuk vjen të dëgjojë Rama në burg atje. Ai që është shtuar ke Berisha nuk vjen për të punë. Po pse vjen Berisha? Pra për ta përdorur protestën. E do të ishte një kargjuzlik që ne të kalonim në rotacion. Pastaj rotacion prapë me Ramën, është i ri akoma ai, edhe Shqipëria merr fund. Do vim pikën që ky vend zbëhet, të ikim dhe ne që kemi ngelur, edhe të zbatohet e politika e Ramës, na i shesi dhe tokat, se nuk çohet Berisha për të punë, nuk flet. Nuk flet edhe për ato që mëson për dosje atje komisionit hetimor dhe nuk i nxjerr, se është vet atje. Kush janë për korrupsionet më të mëdha? Unë ja kam thënë dhe partnerëve amerikanë. Të gjithë ato oligarkë që u lindën me Berishën dhe kaluan përfundimisht tek Rama në vitin 2017 mbrapa. Se fillimisht ka qeverisur pak i sforcuar, ai domethënë nuk e ka lëshuar shumë atë litarin e abuzimit. Ne budallë, po tani ky popull s'është shumë budalla, të janë budallë. Ai ke vënë reti që në intervista që bëjnë rastisht njerëzit rrugëve të huaj sidomos me çuna goca të reja, më të artikuluar se Rama edhe Berisha bashkë, dhe pasaj zëqinet e këtyre. Ai ke vënë re. Edhe në anglisht e në gjitha.
të vjen turp, të duket niveli parlamentit si pecë e këmbësh duhet, krahasim me ta. Po pse ta prishim ne? Ata njerëz janë aty, pse duhet i zhgënjejmë ne? Edhe janë shumë më lartë se niveli atyre, që shkojnë për të bërë rojen atje ke mikrofoni, edhe na bëjnë kujdestarin edhe komandantin e protestës. O je roj mikrofoni, o je dikushi. Tani, ta duhet të dinë si do e përkthejnë shpirtin e protestës, mos ta prekin dhe si ta konkretizojnë. Po prandaj u prononcova për një emër. Momenti i parë është shumë decisiv, signifikativ, edhe thash nisi Marin Mema, për shembull, do të ishte komplet një figurë e pakontestueshme. Bën atë gaf, nuk e di. Edhe Rama me dorë të vetë se kishte gjetë më të mirë, megjithatë, ata e quajnë gabim, ashtu e menduan. Aq më tepër ish konotacioni perëndimor. Njerëzit protestë shumë shpejt do të jenë faktorë edhe me palën europiane edhe amerikane. Me sa unë di, ata po mundohen të gjejnë pikat e duhura të kontaktit që përfaqësojnë protestën, se janë faktorë. Aty duhet të rinë, s'duhet të lëvizin. Nuk duhet të lëvizin. Në parimet e mia është po i hyrë një betejë çoj deri në fund. Kështu i kam hyrë vetëm hapur fare kam pas kundër Ramën dhe Berishën, jo me zë, po me vepra edhe Ramën. Vetëm kam qenë. E kam kërkuar këtë përballje. Tani vjen kjo përballje, bëhen do gafa tani. Por nuk bëhet fjalë që unë të mbyll gojen kur shoh Berishën aty dhe letyrat e tij, të zhduken nga protesta. Të zhduket dhe ai me gjithë mikrofon. S'ka nevojë për mikrofonat e Irfanit, jemi gjithë qytetarë, mund t'i paguajmë vetë. Tani janë duke precipituar ca gjëra. Po bën dhe politikë meta nga burgu. Njerëz të janë aty. Logjika ime, opinioni im, analiza ime më çon aty. Prandaj ti themi të vërtetat pa jo në aktualitet të sipër për të ndihmuar në mbajtjen si duhet, jo vetëm të moralit, po dhe të orientimit qartë protestës, domethënë, të vetdijes saj. Jo më pasaj ta themi mbas faktit kryer. Atëherë pasaj është thjesht të bëjmë një kronologji përfundimtare. Kurse tani jemi në kohë. Duket një mpakje, po jo. Njerëzit s'duhet të kthehen në shtëpi pa fituar. E çfarë po fitojnë? Drejtat tona, për qenë të lirë. Të votojnë të lirë. Mos dalësh ti për një vend pune me dhunë, me lëllë rrugaçi që gjëja ka bërë vrasje, ku ta diun, dhe këta u munduan të nxjerrin me të mektrimin e tyre. Tu gabuan. Ne s'kemi nevojë, ne fituam atje me familje, me gra, me fëmijë, të qetë. Ne fituam realisht një popularitet të pa menduar më parë, si ishte fryma, ishte e drejta me ne. E mos mendoni ju se ata nuk du t'ja dinë, jo ja dinë. Pastaj do të vi shkallë, si thash, bashkota administrata, policia, gjithë me ne. Por ne duhet të tregojmë që jemi për gjithë. Nuk jemi na shfrytëzoi një karikaturë politike si Berisha apo Meta. Rama është përballë tani. Rama çdo sulm që bën e forcon protestën. Çdo lavdërim që bën Saliu ta menderos protestën. Ky është shqetësimi im.